Përshëndetje miq të Partizani Channel, drejt për drejt nga Arena Dem, aty ku pritet fillojë edhe takimi i javës 9 mes Partizanit dhe Teutës. Nis me shpejtësi, me tursakët që marrin fjalën e parë. Tashmë Shaba, që mbështetet të majtë Rengën që me lëvizje të bukur kjo në hapësirë mundësinë, le të shikojmë çfarë sjell ky aksion. Renga lëvizje e mirë, krosimi toka, zi mundësia për Demirin. Nuk arrin dot pas ndërhyrjes me Gjidit. Terefici, goditje me njershme, shkoni e rrezikshme, fort. E shikon zonën. Heziton në krosimin e parë, tashmë vjen krosimi tek Sario, goditja dhe ndërhyr portieri më pas jashtë kuadratit. Me shpresë për një cross tjetër të mirë, të plot drejt qendrës. Rrezikshëm goditja dhe shumë pranë golit tashmë Nela, jashtë kuadratit. Luhet shkurt, shpejt. Renga, Qamili, krosimi mirë, goditja dhe rrjet, shënon Partizani, shënon Murselo Dervishi, 1-0, Partizani minuta 20, nga këmbët pra e ersi Qamilit dhe goditja precize e Murselo Dervishit. Një skem kjo e provuar më parë, por shpresojmë që regjia të na ofrojë këtë çaste emocionuese. Nga kjo goditje këndi, i cili dhe njerë preferon të futet në driblim dhe krosimi i mirëshëm, mundësia, heziton tashmë Banushi, kërkon me të parën goditja dhe shkon në rjet, shënon Partizani, 2-0, ka shënuar Nela bra, Oresi Nela, i cili besoi deri në fund pas saj goditje të Nejt Banushit, topit të larguar jo mirë nga Megjidi, Nela e shtyn në rjet duke shënuar dhe golin e dytë, mjaft mirë tashmë skuadra kuqe. Me 17 shumë pranë në gjatë Qamili, krosimi mirë. Provon goditja dhe mbitra, shumë e mirë kjo e Rengës. Top drejt Rengës, mundësi mjaft e mirë e Partizanit. Renga shikoni çfarë asistimi për Sario Abdu, e merr me vështirësi, largohet nga zona e 16 metrave. Ka përballë Xhafkollarin. Gjithmonë Sario futet në zonë, goditja shkon larg kuadratit. Gjithmonë Sario Abdu. Mjaft mirë tashmë i del ky driblim që nis Partizani në brendësi. Banushi, mundësia e kërkon me paravel topi që mbetet në zonë. Edhe njërë Banushi, Nela nuk arrin dot të marrin më të mirë në këto momente. Qamili shikon portën. E majta potente ndërhyn me Gjidi. Edhe një herë feston sigur të ishte 0-0 me të drejtë, vërtet. Ka bërë 2 super pritje portieri të Teutës. Shega. Tjetër organizatore. Sërish në favor të skuadrës kuqe. Por këtu mbyll takimin gjyqtari Grimçi. Fiton Partizani 2-0 për skuadrën e kuqe. Një rezultat i sigluar që në pjesën e parë me golat shënuar nga Dervishi në minutën e 20 dhe Ores Nela në minutën e 30.